Ministria e Punëve të Brendshme në bashkëpunim me Komitetin për Pakicjat Kombëtare organizoi në Kukës një tryezë të rrumbullakët me qëllim rritjen e ndërgjegjësimit dhe informimin e komuniteteve vendore mbi procedurën e vetë identifikimit si pjesëtar i një pakice kombëtare në përputhje me aktet nënligjore përkatëse. Kryetaria e Komitetit për Pakicjat Kombëtare në Shqipëri, Konstantina Bezhani, theksoi se ky proces synon rritjen e ndërgjegjësimit të komuniteteve vendore dhe nxitjen e pjesëmarrjes informuar në procesin e vetë identifikimit në rajone të ndryshme të vendit. Sipas saj, kjo vjen pas miratimit të plotë të legjislacionit dytësor në zbatim të ligjit për mbrojtjen e pakicave kombëtare në Republikën e Shqipërisë. Për të treguar njerëzve se si mund ata të vetë deklarohen për atë kombësi që kanë. U treguam rrugët se si bëhet, se mund të si ndodh me ligjin e minoriteteve, me nenin e vetë identifikimit dhe ishte një tryezë shumë e mirë, sepse njerëzit kuptuan se si bëhet mënyra më e mirë për të vetë identifikuar. Ndihmoi dhe Këshilli i Evropës me OSBE-n, sepse bërën disa fletpalosje të cilat tregojnë akoma më mirë dhe më thjeshtë njerëzit e mëdhenj se si mund të shkruajnë, se si mund të bëjnë letrat e tyre për t'i çuar në Ministrinë e Brendshme për të vetë identifikuar në minoritetin që ata i përkasin. Ndërkohë, Giulia Re, kreu i zyrës së Këshillit të Evropës në Tiranë, u shpreh se tryeza e organizuar në Kukës është pjesë e një sër aktivitetesh që do të zhvillohen edhe në Dropull e Korç. Ajo theksoi se këto aktivitete mbështeten nga projekti i përbashkët i Bashkimit Evropian dhe Këshillit të Evropës, fuqizimi i mbrojtjes nga diskriminimi në Shqipëri, si dhe nga prezenca e OSBE-s në vend. Jemi mbledhur sot në kuadër të një serie tryezësh të rrumbullakta, duke nisur sot në Kukës, më pas në Dropull dhe më vonë në Korç. Ky është në kuadër të bashkëpunimit me Bashkimin Evropian dhe prezencën e OSBE-s në Shqipëri. Jemi mbledhur këtu në kuadër të drejtës për të vetë deklaruar si një pakicë kombëtare, duke e vënë të drejtën në praktik, dhe për këtë arsye Këshilli i Evropës dhe Bashkimi Evropian kanë mbështetur pikërisht edhe aktet nënligjore të ligjit të pakicave, nga këto dhe ai i vetë deklarimit, e cila është edhe arsyeja që ne jemi mbledhur këtu sot pra për të dhënë të drejtën për të vetë deklaruar. Tryeza e rrumbullakët në Kukës krijoi gjithashtu hapësirë për diskutim të hapur, duke u mundësuar pjesëmarrësve të parashtrojnë pyetje dhe të shkëmbejnë mendime me përfaqësues të Komitetit për Pakicjat Kombëtare dhe të Ministrisë së Punëve të Brendshme lidhur me procesin e vetë identifikimit dhe garantimin e të drejtave të pakicave kombëtare.